Nuk e fsheh dot emocionin edhe kënaqësinë e madhe të fatmirësisë me cilën Allahu subhanahu wa taala më ka begatu që sot në këtë ditë e në këtë xhumë të bekuar ta kem fjalën hapse të kësaj ceremonie dhe kësaj xhumaje historike në xhaminë e re të Tophanës për shumë arsye, të cilat shumë për jush i dini, edhe për lidhjen time me xhaminë e Tophanës, po edhe për pozitën e një muftiu që i bëhet zemra mal sa herë që Allah subhanahu wa taala ja mundëson që të hap një xhami të re. Në krye të herës, më lejoni që t'ju uroj mirëseardhjen në qytetin tonë, në xhamin tonë, në këtë ceremoni të shënuar hirësisë së tij Haxhi Bujar Spahiut, kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, po ashtu të nderuarit edhe të dashunit mikut tonë, kryetarit të shoqatës bamirëse të Katarit, zotni Keremali, së bashku me antarët dhe pjesëtarët e shoqatës së Katarit, të cilët meritojnë një falënderim shumë të madh, krye për emër, për punën e tyre të madhe, për angazhimin, për lodhjen, për ecejaket, për të mërrit deri në këtë ditë, ku së bashku gëzojmë këtë xhami të re. Të dashtuna edhe të nderuara nana, motra dhe bija fisnike, zotnit e mi më të më shumë, Haxhi Shuajbi me shok, e ju vëllezërit e mi, po dhe djemtë e mi të zemrës, me lejoni që t'ju jap një sihariq të madh, që si duket e ka shkruar Allahu subhanahu wa taala me e shoqënu xhaminë e Tophanës për gjatë shekujve. Xhamia e parë e Tophanës është ndërtu këtu e shekuj më përpara në një ditë Ramazani. Është hap në një ditë Ramazani. Xhamia e re e Tophanës hapet sot me një Rabiul Awwal. Në ditën e parë të fillimit të muajit në të cilin përkujtojmë lindjen e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Dhe si duket Allahu azza wa jall ja ka bën nasib kësaj lagje dhe besimtarëve të saj dhe këtij qyteti që kjo xhami me u hap në këto ditë dhe këto stinë të bekuara në të cilat ne afrohemi për herë më shumë me Zotin e gjithësisë. Prandaj, para se ta nis fjalën e rastit, unë juftoj që ta nisim edhe këtë xhami me një salavat me xhamat për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammedin Nabiyil Ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahu ju nderoftë. Edhe qoftë kjo xhami dedikim për pejgamberin ton alayhi salatu wasalam, i cili punën e parë që bani kur erdhi në Medinë ishte ndërtimi i xhamis, si një sinjal i madh nga Zoti i gjithësisë se madhështia e ummetit islam, edhe forca e besimtarëve dhe mundësia e tyre për të dëshmuar mirësinë e Allahut në tyre nëpërmjet besimit dhe vlerave të tij, e ka vendin dhe piknisjen në këtë xhami, në këtë shtëpi të Allahut azza wa jall. Të dashtun dhe të shtrejtë, ne jemi në zemër të Tophanës, një në lagjet me histori islame më të lashta në qytetin e Shkodrës. Xhamia e parë e së cilës daton në shtatorin e vitit 1617, në shtator të 1617-ës, e cila që ndërtuar me shpenzimet e një bamirë si të quajtur Mustafa Efendi, banor i kësaj lagjeje dhe hatib i xhamisë së saj. Shekuj më parë në këtë vend hidheshin themelet e xhamisë Bash Bajrakut, Bajrakut të parë të Shkodrës, pas kalimit të tij nga zona e Qafës, ku është tashmë xhamia e Plumit. Në shënimet e vjetra gjejmë se ndër objektet e vjetra të lagjes Tophanë paraqitet xhamia e saj, një ndër xhamitë më të vjetra të qytetit. Është një monument historik që për hir të datës së saj meriton të nënvizohet, sepse me të dëshmohet vjetërsia e lagjes, e cila në harkun e saj aso kohë kishte plot
15 xhami. E njëkohësisht sqarohet edhe lashtësia e ndërtimit të qytetit të ri të Shkodrës. Mi pllakën e xhamisë fillestare, është shkruar tekstualisht: Xhami e ndërtueme prej Hatip Mustafa Efendiut, nga lagja Tophanë, për jullës e Gazi Sultan Murat Hanit, të birit të Sultan Ahmet Hanit, në muajin Ramazan të vitit 1027 të Hijretit. Pra thuaj, 421 vite më përpara, janë hedhur themelet dhe është hap xhamia e parë në lagjen Tophanë në këtë vend. Me kalendarin tonë gregorian 409 vite më përpara. I shojmë rahmet të gjithë hoxhallarëve që shërbyen ndër shekuj, veçanërisht të nderuarve Hafiz Halil Tophana i parë, Hafiz Salo Hafizi, Hafiz Halil Ymer Shami, Hasan Efendi Abdul Spahia, që ishte njëkohësisht edhe zëvendës Kadiu i Shkodrës për kohën, Hafiz Halim Hajdari, Hafiz Fasli Ullishta, Hafiz Halil Salo Tophana, që ishte mufti i Shkodrës në periudhën 1950-1958, e me firmen e tij u miratua edhe dekreti i ixhazetnames së Haxhi Muhamet Bekteshit rahmet pas dhanë zanzëve të tij, në mesin e të cilëve edhe Hafiz Sabri Koçi, hoxha i Joni Madh. E të tjerë emra të nderuar imamësh e muezinësh që kanë shërbyer në këtë xhami, emrat e të cilëve do të ngelen në memorien e kohës, e ne do të lutemi për shpirtrat e tyre brez pas brezi, në përgjigje të thirrjes së Allahut Azza wa Jall, i cili urdhon në Kur'anin famëlar të "Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Pra një thirrje hyjnore që na fton me u lut për breznit e para, të cilët na kalon me besim, e shkuan tek Zoti i tyre, pasi e kryen amanetin e madh. E tashma është koha që ne ta marrim te amanet e ta çojmë përpara të mbështetur në Allahun Azza wa Jall. Për fund, sot ne hapim një xhami të re, një vatër të re të dijes, të përkushtimit, të edukimit, të ndërtimit të njeriut elitar, me besime moral, me taban e largpamësi, për zhvillimin e shoqërisë mbi shinat e traditës së besimdrejtëve, që përtej kohës që kalon mbeten besnik të dritës së udhëzimit dhe dashurisë për Allahun një, e për Hazreti pejgamberin ton alayhi salatu wasalam, e fen e mbar pejgamberanëve. E gëzofshim xhamin e re të Tophanës dhe djemtë ton, e fëmijët tan, e banorët e kësaj lagje, e marrë qytetarët e Shkodrës ta gëzojnë brez pas brezi, walhamdulillahi rabbil alamin. Me emër të Zotit, krijuesit të gjithësisë, paqja, mëshira, begatia e Zotit të lartëmadhërisëm qoftë mbi Muhamedit alayhi salatu wasalam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë profetët përpara tij që sollën mesazhet e Zotit në tokë për të orientuar njerëzit në rrugën e duhur, në rrugën e drejtë dhe në rrugën e përmirësimit dhe rregullimit dhe ndërtimit në këtë botë, për të mbjellur dhe për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe shpërblimin e tij në botën e përteme. I nderuar mifti i zonës Shkodër, zotni Muhamet Sitari, i nderuar kryetar i shoqatës Qatar Charity Kerem Ali, të dashur vëllezër dhe motra besimtar që jeni këtu prezent, shumë të nderuar qytetar të Shkodrës dhe të kësaj lagje, kam ndenë dhe kënaqësinë që sot ndodhem këtu në përurimin e kësaj xhamie, këtij objekti kulti i cili dëshmon qartë, jo vetëm nga ana fizike, Zoti ja shpërbleft atyre donatorëve, bamirësve, të cilët ne nuk i njohim në kuptimin se kush kanë dhënë prej tyre, pra ato e kanë dhënë për kënaqësinë e Zotit dhe do ta gjejmë në botën e përteme. Zoti do na e bëjë me dije se filani dhe filani dhe filani janë ata të cilët kanë kontribuar për këtë xhami dhe gjitha xhamit e ndërtuara në Republikën e Shqipërisë dhe kudo këto bamirës në përbot që kanë ndërtuar objekte kulti me një qëllim të vetëm, i cili përtej numrit, si tha parafolsi, përtej pjesës fizike dhe bukurisë së saj, përtej gjëra të tjera, xhamit janë vende të cilat
adhurohet Zoti, përmendet dhe falenderohet I gjithë fuqishmi dhe janë vende edukimi, kulture, vatra, diturie për fëmijët tanë, për brezat tanë që ju mësojnë atyre besimin që ata të jenë njerëz sa më të mirë, sa më respektues për familjet e tyre, për shoqërinë e tyre, dashurinë për vendin tonë, dashurinë për njëri tjetrin dhe çdo gjë janë ata të cilët që ne do ju mësojmë nëpërmjet imamëve tanë, hoxhallarëve tanë, miftive tanë, me detyrat e tyre me përgjegjësi shumë të lartë që e kanë bërë përpara nesh, Zoti mëshiroft, dhe ata që janë sot aktual dhe ata që do vinë për në të ardhmen. Të nderuar vëllezër dhe motra, natyrisht që e drejta e përkujdesjes për ndërtimin e xhamive është për ata të cilët besojnë krijuesin e gjithësisë, që realisht hua men yastahikul ibade, ai e meriton që ta adhurohet. Është krijuesi I gjithësisë në kuptimin e plot të fjalës që na jep jetë, na ka dalluar nga gjitha krijesat e tjera që ne të mendojmë, të meditojmë, të punojmë, të veprojmë, të ndihmojmë dhe shembulli më kryesor është kjo xhami sot dhe xhamiat e tjera për të treguar shenjën e solidaritetit se si besimtari, muslimani është ai I cili solidar, humanitar, me shpirt dhe me zemër, por edhe me anën monetare. Po ashtu muslimani është ai I cili që nga gjuha e tij dhe dora e tij janë të siguruar të gjithë njerëzit e tjerë, sepse nuk mund të jetë ndryshe në xhamit ku aty përmendet Zoti, ku aty ju thuhet njerëzve e vërteta dhe e drejta që ka të bëjë me dunjan dhe ahiretin, patjetër që nga dora e besimtari nuk vjen asgjë e keqe përveç se sigurisë. Ata të cilët besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit, që është kjo dita e gjykimit? Patjetër është dita, bota e përteme, e përhershme, ajo botë e cila paraardhësit tanë kanë emigruar në atë botë dhe na presin edhe neve për të vajtur në atë botë, por ka një gjë, që të shkosh në atë botë duhet të veprosh mirë. Mbi të gjitha, qershia mbi tort është kënaqësia e Zotit. Dhe Allahu do të na tregojë neve ato bukuri madhështore në botën e përteme. Siç thotë edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, kush ndërton një xhami, Zoti do t'i ndërtojë atij, pra do ta shpërblej atë. Me gjë shumë të madhe atje. Si të duash tuaj ndash pallat, e rëndësishme është një mirëqenie ajo. Dhe nga kjo ne udhëhiqemi jo vetëm për xhamin, po edhe për çdo njeri, kushdo qoftë ai, që Zoti ka krijuar në këtë botë. E kemi për detyrë, e kemi obligative shpirtërore dhe fizike, që ne të kalojmë në harmoni të plot me gjithë njerëzit që na rrethojnë, pavarësisht besimit, pavarësisht mendimit, pavarësisht kulturës, secili në anën e tij, secili në pozicionin e tij. Kjo botë është e të gjithëve. Pastaj, sa I përket besimit, besimi është çështje personale, individuale me Zotin e gjithësisë, në atë mënyrë siç na e kanë shpjeguar që nga Ademi alayhis salam deri tek Musa alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, Isa alayhis salam, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Paqja e Zotit qoftë të. Dhe sot përkon me muajin Rabiul Awwal, me lindjen e tij të bukur, të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që erdhi si dritë për të udhërryer njerëzimin. Profetët, me vuajtjet e tyre, të gjithë profetët, nga njerëzit, nga disa, jo të gjithë, prapë se prapë ata nuk kërkonin asgjë tjetër, vetëm se t'i orientonin njerëzit në rrugën e drejtë, në rrugën e mirësisë dhe të shpëtonin në botën e përteme. Edhe një herë nuk dua të zgjatem më shumë. Dua të falenderoj të gjithë komponentët, të cilët kanë pasur kontributin e tyre nga KMSH-ja, nga Myftinia e Shkodrës, nga shoqata e Katarit dhe gjithë besimtarët, ata që kanë ndërtuar, secili çdo punë që ka bërë në mënyrën e vet, Zoti ja shpërblet sipas qëllimit në dunja me begati dhe në ahiret me shpërblim. Edhe një herë, të nderuar besimtar, e gëzofshi këtë xhami kaq të mirë dhe të bukur. Uroj dhe shpresoj
nën direktivat e myftinis, të imamit përkatës, imamëve përkatës, fëmijët tuaj, t'i sjellni këtu, të mësojnë fen, të mësojnë besimin, ashtu si duhet, sipas kontrollit më të mirë, më të shëndetshëm të KMSH-s dhe gjitha myftinive në Republikën e Shqipërisë. Edhe një herë ju falenderoj shumë, kam besimin tek ju, tek myftinia, tek hoxhallarët, tek të gjithë ju, tek besimtarët. Dhe një gjë do të shtoj. Nëse këta vëllezër ne ndërtojnë xhamin sot, Zoti është përbleft nga i vendi begat i Katarit, edhe vendet e tjera si janë Kuvajti, Arabia Saudite, të tjerë që kanë ndërtuar nëpër Shqipëri, edhe ne besimtarët musliman të Shqipërisë, duhet të angazhohemi aq sa kemi mundësi, me mishe me shpirt, që t'i ndërtojmë të xhamia, sepse secili punon diku në punën e vet, edhe hoxhallarët tanë kanë punën e tyre për t'ju orientuar fëmijët tuaj dhe juve personalisht në rrugën e mbar, në rrugën e drejtë, po si dolën për Zot neve këtyre xhamiave për t'i mbajtur gjithmonë, se kështu është vepruar që me xhamin e parë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që kur u fal toka e parë. Edhe ne, jo vetëm të presim nga të tjerët, edhe ne si besimtarë Zoti do të na pyesë në botën e përteme. Ka që bëjmë, kemi filluar të bëjmë dhe duhet fillojmë të bëjmë dhe të vazhdojmë të bëjmë xhamia dhe të ecim drejt asaj rrugë të mirë, humanizmit dhe gjithçka tjetër. Faleminderit e gëzofshi xhamin.